Në Shkodër nuk u vlerësua dhe pas shumë vështirësive dhe përpjekjeve ai arriti të nënshkruante në letoni. Bëhet fjalë për Ndue Mujecin, ylli shkodrani i cili në këto 2 vite ka shkruar emrin me gërma të arta në futbollin letonez. Ishte vetëm 20 vjeç kur firmosi kontratën me ekipin e Ventspils dhe kur të gjithë mendonin si një djalosh i ri që shërben për të ardhmen, ai mori përdore ekipin duke u shpallur kampion. Këtë sezon ekipi Mujecit u rendit në vendin e 3, por vetë ai shkëlqeu duke u shpallur golshënuesi i dytë, ndërsa ishte pjesë e formacionit të vitit. Sezoni i dytë ishte plani individual ishte më i mirë se sezoni i parë, por në planin kolektiv dolëm këtë vit dolëm vend 3. Më shpall golshënuesi i dytë më i mirë, këtë vit kam shënuar 14 gola, 11 kampionate dhe 3 kupë. Normalisht në planin individual ne fëmijë kena luajt viti i dytë që luajm Champions League, marrim pjesë rregullisht, kështu që për mua ka qenë një arritje. Edhe jam shpallur te formacioni më i mirë i vitit letonik, kështu që për mua ka qenë një vit i suksesshëm. Pas 2 viteve të suksesshme, Mujeci ka përfunduar aventurën e tij në Letoni. Pavarësisht ofertave të klubit, ai nuk ka planuar zgjatjen e kontratës pasi synon një kampionat më të fortë. Më kanë ofruar kontratë të re dhe nuk e kam pranuar për vetë faktin sepse dëshira ime është të afrohem më shumë në Evropë ose për Shqipëri, them drejtën, jam kontakte me ekipe shqiptare, por dëshira ime është që të shkoj edhe një herë jashtë. Ëndra e çdo futbollisti është për të veshur bluzën e kombëtares dhe me transferimin në një kampionat elitar, Mujeci synon që të grumbullohet nga Debjazi. Gjithmonë synimi ka qenë që një ditë të jem pjesë e kombëtares, normalisht është bërë shumë e vështirë sepse konkurrenca është jashtëzakonisht e madhe, por pse jo në të ardhmen nëse unë do arrit të shkoj një ekip pretendent që konkurron në ligat europiane, pse jo mundësia është e hapur. Dëshira është e madhe që të jem pjesë e kombëtares, por ndoshta është edhe herët me fol, por pse jo në të ardhmen. Pavarësisht se në Shkodër nuk u vlerësua dhe nga drejtuesit e klubit nuk ju dha një mundësi, Mujeci shpreh keqardhjen për situatën tek Vllaznia. Vitet e fundit që Vllaznia është në pozicion që nuk e meriton, por këtë vit është akoma edhe më vështirë. Do të them jemi edhe më fat për vetë probleme që po kalojnë Flamurtari, Tërbuni, ndoshta edhe Bylesi, por kam qenë shumë e vështirë deri në fund. Shpresoj se dalin sa më parë nga kjo situatë sepse është për të ardhur keq, me thënë drejtën, që ekipi shkodran është në këtë mënyrë. Se meriton me qenë aty ku është. Për mendimin tim, mënyra e menaxhimit është e gabuar. Ndue Mujeci është vetëm 22 vjeç dhe pas një aventure shumë të mirë në Letoni, në mërkaton e janarit synon të nënshkruajë në një nga kampionatet elitare të Europës.